i evitojnë përgjithsisht daljet e prindërve. Dhe vetë se kur një ditë të bukur më thot një fjali, tani nuk më kujtohet, është para 4 ose 5 viteve, tha një fjali që tipikisht kisha vënë re që në komentet poshtmeje përsëritej, se duhet kuptosh një gjë, ka patur ushtri të organizuara kundra nesh gazetarëve disi më të lirë. Edhe ishte një shprehje që kishte hyrë me komandë, ishte dhënë komanda dhe shprehje dhe Amaris më thotë se ti, po më kujtohet tani, në ecurin e programit do ta kujtoj. Amaris, ku e gjete këtë? Po ja kështu shkruajnë për ty. I them po ti nuk e besoj tha. I thashun ti thash kur hyn për të parë, hyn më shohësh mua apo të tërheqin më shumë komentet? Dhe Amarisi që kësaj radhe doli e bija e drinit, tha dëgjoj, ajo më doli përpara, tha se dilte komenti automatikisht, po me thënë të drejtën as më intereson të lexoj komentet. Është shumë gjë mirë. Është gjë mirë, po sigurisht që ajo ndoshta më thotë dhe mua, po patjetër që ajo i lexon. Patjetër që vritet. Më beso që vritesh. Vritet dhe lëndohet jashtëzakonisht, po ka diçka. Unë